Pritshëm, unë kam paralajmëruar disa herë edhe para jush, dhe vetë fakti që mënyra se si u zhvillu procesi dhe si u zgjat procesi për një element procedural që besoj është në sytë e publikut dhe në sytë tuaj shumë i qartë që duhet pranuar, vetëm mënyrë për të shpëtuar nga shqyrtimi në themel i të vërtetës ishte mos legjitimimi. Me fjalë tjera, mos lejimi që ti të flasësh edhe të shpresh argumentet e tua para gjykatës. Pra mos lejimi që ti të kesh akses real në gjykatë. Sigurisht që kjo ishte më shumë test, më shumë se sa pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative, se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka, dhe një ndër problemet e mëdha që sistemi ka dhe ne kemi parashtruar, e kemi treguar, ju jeni shumë qartë, publiku shumë i qartë se zoti Dado nuk është emëruar në mënyrë të ligjshme, as vetë zoti Dado nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Në asnjë moment gjatë gjithë këtij procesi zoti Dado nuk ka thënë që unë jam prokuror i emëruar në mënyrë të ligjshme. Siç po thoja, pra edhe në këtë rast sistemi nuk e tregoi aftësinë për tu vetë korrigjuar. Nuk e tregoi aftësinë për të shqyrtuar problematikën që vetë sistemi ka, dhe mendoj që nuk ka problem më të rëndë se sa emërimi i një prokurori që sot ushtron funksionet pa atribute ligjore në mënyrë krejtësisht paligjshme me akte absolutisht paligjshme. Sigurisht që ky është një hap i parë, ashtu siç e thash në dy seanca më parshme, ky është tashmë një vërtet e cila nuk mbulohet me asnjë lloj vendimi procedural. Është një vërtet që ne do ta ndjekim deri në fund, një vërtet e cila nuk lidhet vetëm me zotin Veliaj, nuk lidhet vetëm me Bashkinë e Tiranës, nuk lidhet vetëm me pasojat që po i shkakton një vendim i tillë gjithë qytetarëve të Tiranës, gjithë bashkisë si institucion, por lidhet me vetë sistemin e drejtësisë dhe me aftësinë e sistemit të drejtësisë që jo vetëm të kontrollojë subjekte të tjerë, por të kontrollojë edhe vetveten. Dhe në këtë rast ka dështuar, pra ky vendim është tregues i dështimit të vetë sistemit